Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Jeta edhe sot kemi një video të re. Kishim një mëngjes paksa partikolar sot me melodin. Filloj të bënd atë nazët e veta edhe nuk jo filmova asgjë në mëngjes në shtëpi, por vetëm pasi çova melodin në kopësht, sepse pasi u bëm gati për të shkuar në kopësht, kuptuam që nuk kishim shishen e ujtit edhe nuk po gjenim dot se ku ishte. Kemi dhe shishet e tjera ujë, kemi të rejnë që një muaj ka që e kam blerë, por goca ime sot ishte fiksuar që nuk donte atë edhe donte një me ngjyrë blu, atë nuk e gjenim dot edhe filloi historitë e veta duke qarë, duke thënë që unë se dua, unë dua atë, edhe me zëra çova në kopësht sot. Pasi e lash në kopësht, normalisht që piva një kafe edhe u relaksova pak pas mëngjesit të vështirë që kaluam. Shkova pak edhe në supermarket, sepse sot është darka e Kurban Bajramit, edhe unë kisha menduar që të bëj baklava, kështu që shkova në supermarket dhe bleva peta të gatshme për të bërë baklava, sepse normalisht nuk më shkon në përmend tani që të zej brum edhe të bëj peta vetë. Do humbisja gjithë ditën time duke u marrë me një baklava, mora petat e gatshme, një orë punë kam, e bëj, e mbaroj dhe në darkë edhe mund ta haj mundësisht. Lova pak edhe nga kunata, sepse ka qenë kunati në Shqipëri, edhe shikoni pak se çfarë më ka ardhur nga Shqipëria, qofte të freskëta, patatina Lay's, që Lay's me rigon këtu nuk ka vetëm Lay's me shietën pra më duket, por me rigon që janë të preferuarat e mia këtu në Itali nuk ka, të paktën tu ku jetoj unë, jo. Edhe gjëja e sezonit që është tani në Shqipëri janë kumbullat. Nuk e di nëse ju dalin juve ato video në për Instagram ose TikTok që nxjerrin kumbullat, i gjyen me kripë dhe me limon, bëjnë atë zhurmën kur i kafshon, fantastike. Shikoni se sa është kokra, por po shikoj që janë pak të buta. Kjo që ka e fort, okay, janë disa më buta edhe disa më të forta, sepse normalisht ka pak që këto janë bërë edhe nuk është se janë tani. Jam shumë e lumtur për këto. Ja edhe petat që mora për baklavan, janë këto, ja u kam treguar edhe në një video tjetër që me këto unë bëj edhe byrek normal, edhe byrek me qumësht, por i kam bërë edhe baklava dhe dalin shumë të mira. Mora 3 copë, besoj që do më dalin. Tani do provoj pak të bukuroshën këtu, që mendoj që kam pritur mjaft pa e provuar. Shumë e shishme, më kishin munguar. Para se të vazhdoj me baklavan, do nxjerr pak edhe këto robet, ndej që të thahen. Edhe pastaj të vazhdoj me baklavan që mos kem gjë tjetër për të bërë. Sot që ka një super vap, që në mëngjes që dola nga shtëpia për të çuar melodi në kopësht, vura re që ishte një vap, po nuk e di çfarë them. Mendoj që kaq që kishte edhe kohë freskët, tani po mendoj që po fillon vapa, edhe si të filloj mendoj që nuk do ndaloj më pastaj. Na marri frymën gjithë verën. Unë do doja shumë që s'ka gjë, le të bëj gjatë ditës vap, por në darkë kam atë jetë freskët që të flejmë gjumë rehat. Tani do ndrohem pak, edhe do shkoj të vazhdoj nga puna që kam të bëj baklava. Unë këtu kam arrat që tani më duhet ti thërmoj edhe ti bëj copa të vogla. Tani që po i shikoj më duket sikur janë pak. Disa i hëngra unë dje. Edhe disa i provova të bëj një gjë tjetër. Kështu që ky tasi nga plot u bë gjys, edhe shpresoj që të dali, por unë pak do bëj, nuk është se do bëj shumë, kështu që do i thërmoj tani. Mami im gjithmonë i ka pas shtuar edhe sheqer pasi i thërmon arrat, kështu që ato përzihen bashkë edhe sikur shtohet pak. Në qoftë se pyesti veten sepse po lodhem duke i shtypur me gotë, po i shtyp kështu sepse po t'i fus tek kryerësja elektrike, mi bën copa shumë të vogla, mi bën si miell para shumë, edhe unë kam qef që në baklava
arra të dëgjohet pak, të jetë pak me copa të mëdhaja, edhe jo të jetë e gjitha e formuar shumë mimët. Pra, unë fillova duke e bërë baklavan, desha të bëj një mënyrë tjetër, por petat janë pak të ashpra, edhe petat nga që janë pak të ashpra, nuk duronin, ja, e shikoni, nuk duronin që të palosnin ose të rudhosnin, sepse u grisnin shumë shpejt. Kështu që po bëj baklavan klasike, që shtrohet pet-pet, edhe në fund do i bëjmë prerje në formë luleje. Baklavan e bëra. Pastrova gjithë rrëmujën që bëra, edhe tani baklavaja po pishet në furr. E lash ta shikoj birra ime, ndërkohë që unë bëra gati sërish, edhe po dal pak sepse dua të shkoj deri tek aksion. Melodin dje nuk e çova në kopësht. Edhe nga që pa pastaj kushërinë e vet që te kopshi kishin marrë tullumbace. Vazhdoi të qante sepse donte tullumbace, edhe sot më kërkoi tullumbac që shkoj në kopësh, kështu që tani do shkoj deri tek Action, bëj edhe një xhiro të shikoj mos kanë nxjerrë ndonjë gjë të re, unë dhe fiksimi im Action, edhe të marrë dhe tullumbacin. U riktheva më në fund në shtëpi. Është shumë vap, kot kisha marrë dhe xhaketën. Kam një lajm të mirë, të herë kam një lajm të mirë, sepse nga Action gjeta një nga Aqua Profumato për trupin, pra ujë i parfumosur për trupin, nga ato që ju kisha folur në videon e kaluar që janë si të markave më të mira, paka shumë është si ato të Sol de Janeiros, edhe ka një herë shumë të mirë dhe më pëlqen shumë. Këtu kam dy gjëra për Melodin, edhe tani nuk e ka paras Melodia, do e shikoj tani, edhe të shikojmë nëse i pëlqen apo jo. Uno. Ti piace? È bello? Sì. Shikoni se sa I bukur është ky. Mamma, e questa attenzione. E questa vestito. Ti piace? E questa è fragola. Tutti fragola. Edhe ky se sa I bukur është me lule shtrydhe. Shikoni se sa bukur I rrin. Ky është fustani I parë, tani do provojmë edhe fustanin tjetër. Edhe fustani I dytë. Rrotullo.
Unë tani do të tregoj një recetë që nuk e di nëse e din të gjithë apo jo, që është shumë e shijshme. Këtu kam kumbulla, kam lëng limoni, krip, i përzijem pak, që hedh edhe pak krip, i përzijem pak, ta provoj. Më besoni kur ju them që janë shumë të shijshme. Do t'i provoni. Baklavaja ime mendoj që është pjekur tani. Besoj që ka bërë 2 orë në furr. Shikoni pak. Nuk e kthej dot se pastaj më bie dhe më prishet fare. Më besoni, por nuk po ndaloj dot së ngrëni nga këto kumbulla. Të marr malli shumë haja, sepse këtu tek ne në Itali nuk ka kështu kumbullash, ose ndoshta ka, por nuk i mbledhin të pabëra mirë, i mbledhin pasi qullen, nuk e di. Krip i kam pas ngrënë gjithmonë, por me limon është hera e parë që e haj dhe me të vërtetë që u dashurova, domethënë ti je duke ngrënë dhe ke atë ndjesinë që nuk don të ndalosh së ngrëni. Mua më ka tepruar pak oriz nga mbrëm, edhe sot po bëj një tip sallate me domate, kastravec, ton peshku, basiliko dhe djath, edhe do e përzij të gjithë bashkë me orizin. Bëj një tip sallat verore. Orizi është gati. Unë vura melodin gjumë, ushtriva dhe vetë bashkë me melodin, edhe tani sa po jam zgjuar, besoj që duket nga fytyra ime. Sa po u zgjova më kujtua diçka, që unë javën që kaloj kisha për vjetorin, pra 8 vjetë bashkë me burrin tim, edhe kjo gjë nuk më kujtua as mua që jam detajiste, por as burrin tim që si kujtohet ndajherë. Nuk arrita ta kuptoj se si kisha harruar. Mua kjo gjë më është kujtuar fiks një javë mbrapa. 9 ditë i bie sot sepse është e marë, edhe unë për vjetorin e kisha të hënën që kaloj. Tani unë po bëj shërbetin e baklavas, e kam bëj që të zjej. Unë nuk është se bëj ndonjëherë me masa shërbetin, thjesht i shtoj ujë aq sa mendoj që mjafton, edhe sheqer i shtoj aq sa mendoj që mjafton, sepse unë pasi zjen pak shërbeti unë e provoj gjithmonë. Edhe nëse më duket e ëmbël mjaftueshëm, okay, e lej ashtu, nëse jo, i hedh edhe pak sheqer. Mirëmëngjes. Nga një ditë tjetër. Mendoj që kjo është gjëja ime preferuar për gjithë verën. Do blej edhe disa të tjera kështu, edhe çdo 5 minuta unë duke u freskuar me këtë. Po bëhem gati tani, ende nuk e kam çuar melodinë në kopësht, melodinë e bëra gati, do e çoj në kopësht, edhe u bëra gati edhe vetë sepse sot do dalë një xhiro në Mercato, sepse sot ka të përdorura, edhe ajo ditë jave që ka të përdorura, unë duhet me patjetër të dalë sepse kush më ndjek e ka kuptuar se sa fiksimi kam unë gjëra të përdorura, sepse është gjëra shumë interesante, me çmime shumë të arsyeshme, edhe tale verdis. Unë po bëj edhe pak fare make-up, do më thënë vetëm blush, edhe do luaj edhe pak buzët, atë gjërin që bëj unë për herë, sepse rimel nuk kam ndërmend që të vendos, sepse kam shumë bezdi pastaj pasi të kaloj disa orë. Vendosur dhe kremin tim hidratues me SPF 50, kështu që në këtë ditë me diell të paktën do jem e
mbrojtur. Po heq pak shpejt e shpejt çarçafin e organit që para se të ikë ta fusi organin në lavatriçe të lahet, të thahet. Nuk do e vendos më organin, por do hedh diçka pak më të hollë sepse organi është i trashë tani dhe darkë më shumë rrim zbuluar se sa mbuluar. Do preferoja të shkoja që në orën 7 për të vetëm në arsye sepse ka shumë njerëz, edhe unë kam shumë bezdik të vendet që mbushen plot me njerëz edhe nuk ke ku të ecësh, është gjë shumë e bezdishme. Edhe unë gjithmonë preferoj të dal shumë herët kur dal, por sot nuk është arrita të dal shumë herët sepse normalisht duhet të çoj melodi në kopës para. Tani po iki, por edhe këmishën, sepse mendova që do jetë freskët, se normalisht është mëngjes tani dhe thash jetë pak më freskët se çdo jetë më vonë, kështu që mora këmishën, por shikoj që nuk është aq freskët saç mendoja, është goxha vap që tani në mëngjes, edhe mendoj që do e hiq sepse hipëm dhap. Sa pa arrita në Mercato, ula pak këtu tek kafja edhe po pres punatën time sepse po vjen dhe ajo. Është si fillim të pim kafe, pastaj të vazhdojmë edhe të bëjmë xhiron ton, sepse s'kam energjinë. Kam nevojë të pi një kafe, të haj, edhe pastaj të vazhdoj rutinën time kur jam në Mercato. Pastaj nuk e di pse, por unë më duket që kam alergji nga stinët, alergjinë e stinës së pranverës tani sepse më kap të shtina, nuk e di sikur kam diçka në hundë dhe më lëviz këtu brenda dhe her pas here më jep ndjesi të shtirë, mbushen edhe syt me lotë edhe direkt pastaj më kullon hunda, më rrjedh. Kjo është një problem që unë kam çdo stin faktikisht, por tani në pranverë më shumë, edhe nuk e di, por besoj që është alergji. Nuk kam bërë ndonjë vizitë, ndonjë test alergjie, diçka është thjesht mendimi im ky. Sa po u ktheva në shtëpi, filloi një vap e tmerrshme, por edhe dhimbja e kokës. Është ora 12:30, po më hahet faktikisht pak tani, por po mendoj që do rregulloj pak dhomën sepse lash rrëmuj për të ndruar çarçafët, edhe për të vendosur çarçafët të lar, edhe për të vendosur diçka më të hollë se sa i organi, sepse nuk do e vendos më se bën shumë vap. Nuk kam dëshirë, por më duhet i bëj këto gjëra tani, sepse po vjen orari i gjumit të melodisë, kështu që duhet ta rregulloj dhe ta sistemoj dhomën para se të flej melodia gjumë. Ndërkohë, unë nuk bleva asgjë sepse nuk gjeta asgjë interesante, nuk më pëlqeu asgjë për vete. Mi shtova shumë ngjyra, unë të them të drejtën nuk jam fansja e mbulesave me ngjyra, por do e mbaj disa kohë sepse është mirë. Unë u lodha kot deri tani, duke u munduar për të vendosur melodinë gjumë, por melodinë sot nuk e zoi gjumi, nuk e di, nuk donte të flinte, kështu që unë dejta pak shtrirë, por edhe mua sa ishte gati të më zinte gjumë, pastaj filloi melodia me veta që donte të ngrente. Kështu që thjesht qëndrova në telefon. Tani dua të bëj një kafe, por kam dëshirë shumë për një kafe të ftohtë. Këtë vap, një kafe e nxehtë, nuk është se shijon shumë, por unë për të bërë kafe të ftohtë sot nuk kam akull, sepse ende s'kam futur akull në frigorifer. Nuk duhet ta fus, madje do e fus tani që ta kem gati për nesër dhe kur ta dua. Do bëj kafen si fillim. Edhe do e lej pak në fixhan që të ftohet, edhe mos të më ngrohi qumshi. E fus tek ngrirja pak, që të ftohet pak më shpejt. Edhe gotën, edhe kafen i kisha futur në frigorifer të dyja. Gota do shtoj kafen. Kam këtu edhe shumësh të kondensuar. Do shtoj 2 lugë. Besoj që janë mjaftueshëm. Tani do marrim këtë gjën. Do i montoj pak që të përftoj një tip shkume, në qoftë se arrin të bëhet. Nuk kisha nerva të rrej ditën të përzij atë, kështu që do marr t'i hedh direkt qumësh tani. Okej, mjaftueshëm. Një të përzier tjetër.
Shumë e mirë. Shumë e mirë doli e freskët, madje s'ka nevojë as për sheqer nga qumshi kondensuar. Pova dhe pak kakao. Melody. E vai, mama. Po besohet, sa nis videon unë, fillon lavatriçja të shkarkoj ujin edhe të bëj centrifugën, edhe bën zhurmë. Mundoja t'ju thoja që nuk është se ju kam filmuar shumë te ky vlog. Paktën shumë mendoj, kam edituar asgjë ende. Edhe tani nuk ju kam folur që nga ora 4:45 diçka e tillë dhe tani është bërë natë. Nuk ju fola më shumë sepse shkuam një xhiro deri tek toka. Dhe unë tek toka kishte disa kohë fatikisht që nuk shkoja fare. Me që po shkonte burrim, thash po vi unë me gocën, kalojm pak kohën edhe goca shikonte kafshët. Kështu që ndetëm pak atje. Pasi u kthyem nga atje, dolëm edhe tek parku ndetëm pak, madje hëngrëm edhe diçka tek ajo makina që bën panine, që u kam thënë. Pak që jemi kthyer në shtëpi, jashtë është bërë natë, ndërkohë unë do të bëj edhe diçka të shpejtë për darkë, sepse burri im nuk është se unë ngop shumë. Unë për vetes dua më, nuk do haj asgjë. Edhe po s'kush disa qofte tani, derisa të mbarojnë qoftet që më kanë ardhur nga Shqipëria, do i hajmë për ditë qoftet, sepse neve na pëlqejnë qoftet, sidomos ne që nuk kemi qofte Shqipërie i duam edhe më shumë. Mendoj që do e mbyll këtu këtë video. Ju kërkoj falje nëse ka dalë pak një video në çrregullt ose nuk kam filmuar ndonjë gjë interesante. Si gjithmonë, nëse ju ka pëlqyer video bëni like, comment edhe subscribe. Bashkë shihemi si gjithmonë tek video radhës. Bye!